përpara se të shkojmë te integrimi, duhet të ecim me demokratizimin e vendit. Dhe që një vend të jetë demokratik, opozita është pjesë vitale, sepse të kesh një opozitë të fortë që kritikon, që reagon, që vepron, sigurisht që tregon shëndetin e një demokracie. Pra unë besoj që opozita është shumë e rëndësishme për vetë balancën demokratike të një vendi. Dhe sigurisht që është parakusht për integrimin, sepse kushti i fundit që Bashkimi Evropian vendos për vendet që duan të bëhen anëtare, ka të bëjë me koalicionin bashkëkombëtar, ku të gjitha palët, aktorët dhe faktorët pranojnë të hyjnë në Bashkimin Evropian. Dialogu politik sigurisht që është parakusht, sepse vendimet, siç e thoni ju, nuk mund të merren në mënyrë unilaterale. Ne dëgjuam akuza që nuk përfshihen, nuk janë të angazhuar. Megjithatë, statistika tregon që 23 ligjet e integrimit që ne kaluam në ato seancat e stërgjata, të cilat ishin të detyrueshme për të realizuar deri në një afat saktuar sipas Brukselit, nuk janë votuar nga opozita. Dhe argumenti që ne nuk e dinim që këto ishin ligje e integrimit nuk qëndron për një arsye shumë të thjeshtë. Ato ligje në radh parë diskutohen, futen në kalendar, diskutohen nëpër komisione, dhe jo në një komision, po diskutohen në komisionin përgjegjës, në komisionin për dhënë mendimi, dhe kur relatori prezanton atë ligj, thotë ky ligj është kërkesë për përmbushjen e kritereve të Bashkimit Evropian. Pra, nëse do realisht të përfshihesh, përfshiu tek substanca, tek thelbi i çështjes dhe jo tek forma, për t'i treguar njerëzve se sa nuk shkojmë ne me njëri tjetrin apo sa po e pengojmë ne njëri tjetrin për pjesën e integrimit evropian. Unë mendoj që të dyja palët duhet të jenë pak më konstruktive, sepse kemi përpara një projekt kaq të madh dhe kaq vital, dhe njerëzit duhet të kuptojnë që nuk ka asgjë tjetër përveç se Bashkimit Evropian dhe integrimit në Bashkimin Evropian që mund t'i garantoj Shqipërisë sigurinë. Dhe këtu nuk po flas për sigurinë ushtarake që ne e kemi me NATO, po flas për sigurinë ligjore, po flas për sigurinë ekonomike, po flas për stabilitetin e vendit. Pra, duhet kuptuar që në të gjithë të projekte madh që kemi përpara, nuk kemi kohë të zihemi me njëri tjetrin. E di shumë mirë që betejat për pushtet në Ballkan janë ato që kanë predominuar prej shekujsh. Por jemi në një moment aq kritik, aq më tepër me të gjithë relievin gjeopolitik që po ndryshon, sa ne nëse u mbasim këtë shans, unë nuk e di çfarë do bëjmë. Ku do drejtohemi pastaj, çfarë do bëjmë me veten tonë.